Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video tjetër këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë quhem Kristina dhe ju ndodheni në kanalin tim. Kështu që nëse juve ju pëlqen kjo video, mos harroni që të abonoheni në kanal, pra të më bëni një subscribe sepse më ndihmon shumë. Sot, siç e keni parë edhe nga titulli i videos, ne do të kemi një video pak më ndryshe nga ato që ju jeni mësuar që të shihni në kanalin tim. Ju e dini që unë zakonisht bëj vlogs, por sot kemi një video tjetër ku unë do të provoj rroba nga një brand super i bukur që ka super rroba të bukura. Dhe ky është pikërisht brandi Rihoa. Këtë brand, për të cilin unë do ju lë edhe pjesën e website-it këtu, ju do të gjeni një shumëllëshmëri veshjesh, do të gjeni fustanet më të bukura që ekzistojnë edhe që janë in në këtë sezon. Aty ka për gjitha moshat, kështu që nëse jeni kurioz, mund të futeni tek sajti edhe t'i hidhni edhe një sy. Shquhet kryesisht për fustane, por që ka normalisht edhe gjëra të tjera. Kryesisht ka fustane, ka funde, por ka edhe bluza dhe gjëra të tilla që ne do t'i shohim bashkë tani tek holi. Për sa i përket kualitetit, kam ngelur super e kënaqur, por edhe këtë do ua tregoj edhe do e shihni edhe ju tek veshjet që unë do vesh. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Po ju tregoj edhe pak për pjesën e paketimit. Normale përveç këtij vijnë edhe një herë të paketuara, pra vijnë me atë mbështjellësen karakteristik gri që vijnë porosit, dhe pastaj secila pjesë është e vendosur në këto qese të dukshme me emrin e vet Rihoas. Kështu që tani le të fillojmë shpejt me holin. Atëherë, fustani i parë është ky që është edhe i preferuari im. Ka material lino, po afrohem që ta shihni dhe materialin. Shikojni pak çfarë materiali të mirë që ka. Gjithashtu është me dopjo copë dhe shikojni pak edhe punimin sa të bukur që e ka. Nga mbrapa normal vjen me pjesën e zinxhirit dhe pjesa mbrapa është pak më e hapur se sa pjesa para. Por që normale që unë tani do ta vesh edhe do ma shihni se si duket edhe veshur. Sa po e vesha fustanin, por përpara se t'u tregoj se si ri, unë kam menduar që ta kombinoj me këto balerinat këtu. Në fakt kam marrë edhe një palë të tjera, por duke qenë se nuk ua kam treguar këtu në video, nuk po i marr që t'ua tregoj, por që e di që në përditshmëri besoj se do t'i kombinoj më mirë me ato të tjera. Por besoj se edhe me këto shkon, sepse ka një stil pak si klasik, megjithse po mendoj që të guxoj edhe pak, edhe ta provoj në fund ndoshta me cowboy. Shikojeni pak, unë këto po bëj shumë pak ditë që i kam bler në Vinted, por që mendoj se do duke lezetshëm. Dhe unë po mendoj që ta vesh kur të shkoj ndoshta tek fusha e luleshtrydheve, që të bëj një set të bukur me foto, por që nuk e di se si do ri, nuk e di a do ngjaj bukur apo jo. Kam menduar që ta kombinoj për momentin me këto, por që edhe me këto besoj se do dukej goxha lezetshëm, ose të paktën kështu mendoj unë. Atëherë kështu ri edhe fustani veshur, mua më pëlqen në fakt të tregojmë reale dhe është një nga fustanet e mi të preferuar. Vendi është pak i vogël dhe nuk mundeni që ta shihni të gjithi, por që besoj se duket, më pëlqen, do doja që të ishte pak si më i lartë, por që ky kështu e ka modelit dhe kështu ri. Unë e kam veshur me pupat, jam shumë e sigurt që unë këtë ka për ta veshur shumë për përdita. Ky është një fustan tjetër nga këta që kam porositur. Në fakt këti jap pikët maksimal. Ka edhe shumë detaje të bukura. Këtë pjesën këtu e ka me tantel, por që problemi me këtë është se unë nuk e gjej shumë veten te këto fustane. Të paktën stili im, do doja që ta shihja veshur te një gocë për shembull që mund të ishte pak më e vogël se unë, por që në përgjithësi më pëlqen, është i bukur si fustan. Ky është një fustan tjetër super i bukur, ka një super material lino, shumë të mirë. Fatkeqësisht mua ky nuk më bën dhe nuk e dija do ta vesh sepse normal më rri i madh. Siç e thash, mua më rri i madh. E ka këtë pjesën këtu shumë të bukur, edhe po të ishte më i ngushtë këtu do dukej super bukur, sepse edhe ngjyrën e ka super in, është një nga ngjyrat më të kërkuara tani të sezonit, por që fatkeqësisht nuk e di pse më ka ardhur mas kaq e madhe dhe nuk më bën. Tani do provoj këtë bluzën që më pëlqen shumë fare, mezi po pres ta provoj edhe t'i bëj edhe kombinimin, është si tip jeleku.
E veçanta e kësaj janë këto pullat që i ka kështu si mënjan dhe mbi të gjitha më pëlqen edhe shumë materiali sepse ka material super të mirë. Ky është nga stilet le të themi që sa herë ta vesh nuk do më mërzitet kur sepse jam shumë rehat, pra gjej veten shumë rehat me këtë, por që mbi të gjitha mund ta vesh edhe për përditshmëri. Kam menduar që ta kombinoj me këto atletet këtu sepse mendoj se kjo ngjyra blu kombinohet shumë mirë me këtë ngjyrë mbatër. Dhe më pëlqen fakti që edhe këto atletet kanë këtë pjesën kështu si me gold dhe më duket sikur kombinohen edhe sikur duken shumë bukur. Këtë veshjen kam për ta veshur shumë shpesh në kurs, edhe mendoj se do jem rehat, por është një veshje që bie edhe në sy sepse ka dhe këto ngjyrat dhe duket shumë lezetshëm. Pastaj për sa i përket materialit, ka shumë material të mirë, po afrohem edhe një herë që ta shihni. Shikojeni pak çfarë materialit të mirë që ka. Edhe kësaj i jap notën 10 nga 10 ose më mirë 100 nga 10 sepse më pëlqen shumë fare. Edhe mbi të gjitha, siç e thash edhe unë, është një nga gjërat që do ta vesh më shumë për përdita. Kur gjërat janë të tilla që mund t'i veshësh edhe për përdita, mua më pëlqen akoma edhe më shumë sepse si të thuash ja vlen edhe lekët që e blen, kështu që për mua kjo është 100 nga 10. Ky është edhe produkti i fundit që unë po provoj për sot. E bukura e këtij leku është se tek pjesa këtu vjen kështu i qarë dhe në fakt unë sot kam zgjedhur që ta vesh me këto xhinset e shkurtra që janë kështu stil mom jeans, domethënë vin kështu, pak si të gjera, më pëlqejnë, por që ky ka goxha versione për ta kombinuar. Unë mund ta vesh me fund saten, mund ta vesh me pantallona serioze, mund të bëj edhe shumë kombinime të tjera. Është ky detaj këtu që shpresoj që ta arrini ta shihni, por është kjo pjesa këtu që e ngushton sa të duash, edhe këtej pastaj duket pak më i ngushtë. Më pëlqen shumë ky detaj dhe pastaj për pjesën e kombinimit mund ta kombinoj me pantallona serioze, mund ta kombinoj me fund saten. Ka shumë opsione për ta kombinuar, por për mua më e rëndësishmja është që mund ta vesh për përdita dhe gjithashtu është edhe shumë i rehatshëm, edhe i freskët për tani në verë. Këto ishin edhe gjërat që unë doja të ndaja sot me ju. Unë shpresoj që t'ju kem pëlqyer të gjitha. Në komente mos harroni që të më shkruani se cila ju pëlqeu më shumë ose më saktë cila më shkonte më shumë.